drejtën, nuk desha të largoha nga kjo sallë, pa bërë edhe shfaqur vlerësimin publik për punën titanike që ka bërë autorët e këtij teksti. Pak minuta kalova për me pa përmajtjen e këtij libri edhe në të drejtën u befasova. Është një punë titanike, një punë me përkushtim të plotë, që i dëshmon për atë pasion që kanë pas autorët e këtij libri, që ne shajisët e njohim shumë mirë korrektesën, dashurinë. Zorën, në mënyrë të veçantë që për shkruar një libër për shkallë dhe për historinë e tij. Ne dhe shumë shokë tjerë jemi dëshmitar të një periudhe në cilën është shkruar shaj niveleve shumë të mirë. Bilem të them, në shumë raste edhe në niveleve shumë të larta. Nuk mund të veçoj shajis, po i kemi të gjitha brezat dhe të kerajë që kuptot që është krenaria e janë. Por, ne shajistët kemi pas një fatkeq, që për shkaqe nga më të ndryshme, ndoshta vetë në mënyrë të organizimit, nuk kemi ditur, ose nuk kemi ditur të rrujmë, ose nuk kemi pas dhanë vjetë e vetura për të rrujtur atë që ka vlerë më tepër dhe sot në botë, arkiva. Arkiva është Kurja se qime shkujtë me ne, këtë vetë me pej. Por e shdo me pej një do zhalë. Ajë të ashtë për këtë ditë kështë menuar. Ajë një zhalë. Shahu lëviz për parën. Kur i largohet, nuk më në shëve në bjerë. Kush do të flasë? Me sfidë i pregjerit të marrë pjesë në këtë ceremoni ku promovohet libri me titull Historia e Shahut Shqiptar. Dhe të përgëzoj që autorët e këtij libri, i cili ndjerë në pak historinë, dinamikën, protagonistët e lindjes, zhvillimit, konsolidimit të shahut shqiptar. Merg cu fac, te siră, nu vă da. Poate, na, Edi, ce vezi? Acalai, mas se va bem acum. Se va bem acum. Skemi Zodishtini. I byrek, shumë i shishëm byrek. Papa. Zoti Buqa. Kamerë, ja. I ka ardhë një mundësi, përse është 1 milion e atër.
me këtë përpuar, me këtë tavolinë, me rëpërja. Vinga, apër, ka